opozita, Partia Demokratike po artikulon gjithmonë e më shpesh tokfjalçin për një qeveri teknike. Është e mundur një qeveri teknike dhe çfarë kërkoni të realizoni nëpërmjet saj? Në fakt, kush do të bëhej pjesë e kësaj qeverie teknike? Ne kemi kërkuar dhe përpara se sa të bëshin zgjedhjet e datës e 2025-s, kemi kërkuar që të kishim një qeveri teknike, por duke qenë se marrëdhënia që kishte qeveria, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me tjerë aktorë ndërkombëtare, pa mundsoj dhe do të na vendoste përpara një pozicioni që ne ose do të bojkotonim zgjedhjet, siç ishin zgjedhjet e 2019-s për pushtetin vendor, ose duhet merrnim pjesë në zgjedhje. Kështu që zgjodhëm rrugën, po themi, e normalitetit për shkuar në zgjedhje. Pra çfarë do thotë, që atëherë ne kemi kërkuar për të patur një qeveri teknike për të garantuar lirinë e votës, pra që çdo qytetar ta dërgojë me vullnetin e tij të plot i pa imponuar nga qeveria. Kështu që në këto kushte ngelet kauza kryesore, nuk ka asnjë lloj rrethane tjetër, po themi që një qytetar ndihet i lirë. Aq më tepër, unë po jap thjesht nga eksperienca ime, kam qenë në 2 ministranishin në qarkun e Dibrës dhe normalisht kemi kapur persona të cilët shpërndanin para, po jap vetëm një shembull, u kap një makinë që kishte 2 persona që shpërndanin para, kishin listat e demokratëve në Maqellar dhe personi u dënua me 1 vit e gjysmë, rreth 2 vite burg. Po 4 vite më vonë, në të njëjtin vend, u kap po prap një mjet që kishte 12 milion lek, kishte tollorna nafte, kishte listat e Partisë Demokratike, pra për t'i dërguar për të blerë demokratët, kishim prokurorin, kishim drejtorin e policisë dhe as nuk u morën pyetje në polici. Pra çfarë do thotë që ka ndryshuar shumë herë më shumë se sa 4 vite më parë çësia e qeverisë për tjetërsimin e votës. Pra kërkesa për një qeveri teknike është absolutisht normale, nuk pretendojmë që të marrim drejtimin e qeverisë, ne tentojmë për të patur një qeveri teknike që të zhvesh shtetin nga vota. Mjafton po të lexosh raportin e OSBE-dit, ku thotë shteti dhe partia nuk kanë asnjë vijë ndarse dhe këtë kërkojmë ne për të çmontuar. Lavdrim, 30 sekondat e fundit. Sepse duhet kuptuar dhe pak dhe Partia Demokratike dhe opozita në tërësi duhet të jetë pak e qartë dhe se çfarë kërkon. Kërkon qeveri teknike që ta përgatisi vendin e zgjedhje, duke miratuar ndryshime kushtetuese në modelin e Maqedonisë Veriut që edhe një reformë të mirë zgjedhore. 100 ditë përpara se si mund të hyhet në zgjedhje të tjera me qeveri teknike me këtë kod. Po, patjetër, por duhet gjetur një modalitet